Fotoja virale e Mirit dhe Selinës që po çmend rrjetin. Zbulohet e vërteta pas imazhit goca e babit, rrjeti në flak nga një foto e Mirit dhe Selinës. A pati vërtet një puthje romantike apo gjithçka është një kurth i inteligjencës artificiale? Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, marrëdhënia mes Mirit dhe Selinës mbetet tema më e nxehtë, por sot debati është zhvendosur jashtë mureve, në rrjetet sociale. Një imazh që po qarkullon kudo ka ngritur dyshime të forta. A shkëmbyen ata më në fund një puthje në buzë? Në foton virale, dyshja shfaqet në një afërsi tronditëse, por mbi shkrimi ironik goca e babit, ka bërë që shumë njerëz të dyshojnë mbi vërtetësinë e saj. Megjithse imazhi duket mjaft real, faktet flasin ndryshe. Kamerat 24/7 të shtëpisë nuk kanë kapur asnjë moment të tillë afrimiteti fizik. Ekspertët e rrjeteve sociale dhe ndjekësit e mprehtë sugjerojnë se fotoja është prodhuar përmes inteligjencës artificiale, duke përdorur tiparet e dy banorëve për të krijuar një skenë që nuk ka ndodhur kurrë. Pse po ndodh kjo tani? Ky imazh duket se shpjellë dëshirës së fansave për të parë një romancë mes dyshes, ose një përpjekje për të krijuar zhurmë artificiale. Deri më tani, Miri dhe Selin kanë treguar vetëm miqësi dhe afrimitet, por asgjë që mund të konfirmohet si një puthje zyrtare. A mendoni se ky imazh fake do të nxjisë dyshime edhe te banorët e tjerë nëse produksioni vendos t'ua tregojë brenda shtëpisë? Mos harroni të abonoheni në kanalin ton për të njohur me zhvillimet më të fundit nga shtëpia më e famshme në Shqipëri.